Përshëndetje Arbresha, mirë se erdhe në podcastin Memento, ku flasim për shëndetin mendor. Sot kemi një temë për lidhjet adoleshentëve dhe ti na ke nderuar këtu me prezencën tënde, por gjithsesi do kisha dashur që na folësh pak për veten tënde, të prezantohesh përpara se të fillojmë me temën. Përshëndetje Besart, në radhë të parë faleminderit për ftesën, ndihem e vlerësuar dhe e nderuar dhe të falenderoj për këtë podcast edhe për rëndësinë që jep këtyre temave. Si që the, unë jam Arbresha Korça, jam psikologe klinike dhe zhvillimi, jam drejtuese e një shoqate për zhvillim social në Struk, gjithashtu jam studente në psikoterapi dhe shpresoj që sot të kemi një diskutim të vlefshëm lidhur me këtë temë. Pa dyshim që po. Pyetja e parë për ju do të ishte, nga që dua direkt të hyj në temë dhe të zhvillojmë minutazhin që ne e kemi, do të ishte për lidhjet adoleshente. Përse mendon ti që këto lidhje shpesh përfundojnë në mënyrë të bdimshme, përse kanë ndjenja kaq të forta, por fundin praktikisht gjithmonë kanë të bdimshëm, po. Atëherë, kur flasim për adoleshentën, për adoleshencën në përgjithësi si fazë të jetës, do të kemi parasysh që është një fazë tranzicioni, do të thënë nga fëmijë në mënyrë të vrullshme duke kaluar në një fazë të re të jetës dhe trupi është në lëvizje, truri, mendja, shpirti janë të gjitha në lëvizje, sepse ndryshojnë pritshmërinë, ndryshojnë aspektet emocionale, aspektet sociale, aspektet hormonale, dhe të gjitha këto bashkë bëjnë që në një farë mënyrë edhe reagimet e individit, adoleshent të jenë shumë më të vrullshme. Domethënë ai nga fillon të krijojë identitet të ri, fillon të shfaqet të humbë disa pritshmëri, sepse kur flasim për lidhjet dashurore, unë besoj se individi që fëmijë fillon të ketë disa pritshmëri, se si duhet të jetë, dhe kur në fazën e adoleshencës ai përballet me këto dhe disa mite bien, disa mite zhvillohen më shumë dhe sigurisht këto të gjitha shoqërohen me një intensitet të madh emocionesh. Këto në disa raste shoqërohen edhe me vuajtje, por që për mua është një fazë shumë e rëndësishme e zhvillimit, dhe do thoja që adoleshenca është një fushë trajnimi për zhvillimin emocional të individit që do ta ndjekë atë gjatë gjithë jetës. E të rritur. Vetëm ato fillojnë të ndihen të rritur. Po çfarë realisht kërkon një adoleshent tek një lidhje adoleshente? Kërkon afekcion, kërkon dashuri ose kërkon një identitet? Tani, kur flasim për dashuri, besoj që në pamje të parë ata kërkojnë emocione të reja, emocione dashurie, por në thelb kërkimi i dashurisë tek adoleshentët, sidomos është shumë më tepër se aq, sepse në thelb ai kërkon të gjitha ato vlera të cilat ai ose nevojat e tij të brendshme, të cilat ato e kanë ndjekur gjatë gjithë jetës. Kërkon sigurisht kur flasim dhe identitet, kërkon sepse lidhja e re për adoleshentin është një identitet i ri, ai tani nuk është në qendër të vëmendjes, ai mësohet të funksionojë edhe në raport me tjetrin, fillon të njohë veten më shumë, është një fazë shumë e mirë e zhvillimit të vetes, sepse fillon të njohë kufijtë e tij, fillon të jetë të shohë se si është ai në raport me dikë tjetër, se si ai respekton kufijtë e tjetrit dhe këto. Dhe një aspekt tjetër që unë zakonisht, sepse unë punoj me adoleshentë dhe e kam vënë re, të gjithë e kemi qenë, po tani edhe në biseda me ta. Një skemë që përsëritet. Po, është një skemë që përsëritet, besoj dhe përsëritet gjithmonë, është që adoleshentët nuk kërkojnë vetëm emocione romantik, por lidhjet në adoleshencë janë pak edhe performancë sociale. Sepse, dhe kjo vazhdon edhe kur rritemi, por në adoleshentë është më e theksuar, sepse duhet ta kemi parasysh që në atë moshë shoqëria, rrethi, indikimi sa ti je i pranuar dhe reputacioni jot në shoqëri është shumë i rëndësishëm. Dhe shpeshherë adoleshentët e kërkojnë këtë dhe për të pranuar më mirë në shoqëri. Do të thonë varet reputacioni jot, a je në lidhje ose nuk je në lidhje? Po, besoj sikur ata ndihen, besoj krenar nëse kanë një lidhje ose edhe nëse ajo nuk dihet, edhe si nevojë ndonjëherë. Unë për shembull shpeshherë kur flas me adoleshente ose adoleshente kanë atë që okej, po shoqet e mia kanë, tash duhet të kem edhe unë. Edhe pse ajo nuk është e përfshirë emocionalisht me dikë, thjesht është nevoja që duhet të jem dhe unë, është ajo ndjenja e përkatësisë. Kërkon të përmbushet. Po, të përmbushet, po që duhet të përkas dhe unë, këto kanë, duhet të kem dhe unë. Po jo, domosdoshmërisht është një ndek emocional, është vetë një përmbushje të pritshmërive sociale apo. Po, sigurisht, është, po të gjitha këto bashkë pastaj përmbushin çfarë pret adoleshenti në thelb. Janë
të gjitha bashkë. Pastaj është dhe individuale, jo të gjitha adoleshentët reagojnë njësoj. Dhe kur flasim për zhvillimin psikologjik, ne duhet ta dimë që secili nga ne reagon në mënyrë individuale pastaj. Gjithsesi, si do ta kishe konsideruar ti më shumë një lidhje të adoleshentëve, si një përjetim emocional fort, edhe pse diçka përmende nga kjo, apo është një mënyrë për më mirë për ta njohur vetveten? Çfarë i sjell një adoleshenti një lidhje? Sigurisht është përjetimi emocional, ne nuk mund ta heqim emocionin, është aty, por është edhe mënyra se si ai njeh veten. Siç thash, adoleshenti përballet me aspekte të reja të njohjes së vetes, njeh veten, aspekte dhe reaksione dhe fizike, për shembull se si ai fillon ta njoh veten në raport me tjetrin. Mëson, siç tham, se si ai njeh ku janë kufijtë e tij, njeh se si ai deri ku toleron, se si ndjesi të reja të cilat dhe këto janë ndoshta edhe pozitive, por janë edhe aspektet negative në thonjza, domethënë që ai fillon ndjen dhe xhelozi, fillon ndjen edhe rrezikun që ka, domethënë atë efektin e pronësisë të tjetrit, domethënë se secili e përjeton në mënyrë të ndryshme, domethënë nëse ky është i imi apo unë rrezikohem nga të tjerë, dhe këto të gjitha janë aspekte të reja të cilat adoleshenti fillon i zbulon. Dhe mund të them që nëse ne kemi të bëjmë, kur flasim për lidhjet në adoleshencë, pavarësisht unë nuk dua t'i përgjigjsoj, por në përgjithësi nuk janë, ndoshta lidhjet e para në adoleshencë nuk janë ato të duhurat ose që do zgjasin gjatë gjithë jetës, por janë ato të duhura që ty të zhvillojnë si njeri, të zhvillojnë të nevojshme që ti pastaj të zhvillosh, dhe ndoshta aty është edhe një moment për të parë, tani flas në aspektin e psikologe, se si cilat mekanizma do t'i krijojë adoleshenti, sepse ka adoleshent që këto lidhje pastaj, këto mënyra i ndjekin gjatë gjithë jetës, domethënë kjo strukturë, se si ai hyn në lidhje, ose ai mëson nga këto lidhje dhe krijon mekanizma më të shëndetshme në raport me lidhjet e ardhshme pastaj. Kur mbesim te ky përjetim emocional i lidhjes të adoleshentëve, a do thoya që ka ndoshta një zanafill që në fëmijëri nga mënyra se si ne jemi dashur, nga ambienti, nga shoqëria, nga prindrit, mënyra se si ne do të futemi në një lidhje të re dhe çfarë presim ne nga ajo, domethënë a kemi në një zanafill që nga fëmijëria e hershme, ose vetëm futemi me një botë dhe më pas ata eksplorojmë? Po, sigurisht, tani më dolet ndoshta te thelbi i gjithë punës terapeutike kur punojmë me individ, jo me adoleshent vetëm, sepse po, mënyra se si ne trajtohemi në familje, domethënë jo vetëm kur flasim për mënyrën se si jemi dashur, po kur flasim për zhvillimin e njeriut, fëmijëria është baza. Unë edhe nga eksperienca ime si psikologe zhvillimi, nga puna me fëmijë, di që vitet e para të jetës janë realisht ai formohet brumi i individit dhe është baza të cila pastaj sigurisht njeriu zhvillohet gjatë gjithë jetës, por është shumë e rëndësishme, sepse kur flasim për një fëmijë, dhe dashuria e parë nuk fillon kur ne, ndjenja e dashurisë nuk na fillon kur ne bijem në dashuri me dikë në aspektin romantik, por fillon kur që në momentin që na merr në krah dikush, pavarësisht se është nëna ose do jetë ndonjë person tjetër i afërt. Dhe modelet që fëmia e ndjek, modelet ne në psikologji quajmë modelet e atashimit, ose janë modele që janë ato lidhja emocionale që e krijon fëmia me personin. Mund të jetë nëna, mund të jetë një gjyshe, mund të jetë disa me personin kujdesar, janë ato të cilat ai e ndjekin gjatë gjithë jetës. Sepse fëmia, deri diku, unë gjithmonë dhe them dhe prindve ndonjë fëmijë janë manipulator në aspektin pozitiv, domethënë provojnë. Ai provon nëse unë duhem edhe kur gaboj, nëse unë si reagohet me mua kur gaboj, ku mbështetem unë kur kam nevojë. A duhet unë ta meritoj dashurinë, a duhet unë të jemi mirë që të më duan, dhe ky është një fakt që ne shumicën e individëve, ne rritemi me ato idenë që ne që të na duan, ne duhet ta meritojmë, ne duhet të bëjmë diçka të mirë që ne të na duan në të ardhmen. Apo thjesht të pranojmë dashurinë si të mirëqenë, dashuria lind, edhe duhemi në çdo pa ndonjë çmim. Ndonjëherë ne për fat të keq shumica e individëve na mësohet në një farë mënyre që dashurinë ta kërkojmë si kusht. Por aspekti pozitiv është që këto modele edhe mund të ndryshojnë. Edhe në adoleshencë dhe gjatë gjithë, sepse dua të them zhvillimi i njeriut ndodh gjatë gjithë jetës, ne nuk mund të themi që sepse ka mënyra, varet shumë nga mbështetja pastaj, nga njerëzit që ne
partnerët që ato do kenë, mënyra si qasen ato në lidhje, mund t'i mbushin disa boshllëqe që atyre u kanë munguar dhe mund të krijojnë mekanizma të reja ose të cilat do t'i shërbejnë në të ardhmen. Dhe ajo që dua të them, që është shumë e rëndësishme, është që lidhjet e hershme, domethënë lidhjet familjare, mënyra se si jemi dashur, ndoshta na mësojnë se si ne të lidhemi me dikë, por është e rëndësishme që se këto lidhje në adoleshencë mund të na mësojnë se si ne të humbim veten në lidhje. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme ta bëjmë dallimin nëse është dashuri apo është një varësi emocionale. Pikërisht kjo do të ishte pyetja ime radhës, po meqense ti na e solle, do kisha dashur që ose lidhje janë janë bashkë. Është pak më shumë në këtë, si mund që ta dalloj faktikisht një adoleshent, a jam unë në dashuri ose kam një varësi emocionale ndaj dikujt. Se shpesh shohim që adoleshentët janë edhe në rolin e vetë sakrifikuesit, do të thonë në dashuri, kërcënohen, unë do ta bëj këtë për ty, ndoshta janë ndikuar edhe nga letërsia, nga filmat. Nga dramat e moshës ose po... Duan që të tregojnë që unë dua shumë dhe për këtë jam i gatshëm që sakrifikoj shumë. Për të folur tani, për të bërë dallimin, është një sfidë e madhe, realisht, sepse dhe jo vetëm këtë ta them jo vetëm në adoleshencë, po në përgjithësi, nëse është dashuri e shëndetshme apo është varësi emocionale. Sepse në rast të parë janë shumë faktorë të cilët ne folëm se si adoleshenti futet në një lidhje, sa pranon ai të humbë nga vetja, sa kushtëzohet ai për të hyrë. Një ndër pyetjet zakonisht që i ndodh, zakonisht unë rekomandohet që dikush që ta kuptojë nëse është në lidhje se e ka të nevojshme emocionalisht apo thjesht ai e ndjen dashurinë me atë person, është t'i bërë pyetja nëse unë jam mirë edhe nëse nuk jam në një lidhje, nëse unë jam i lumtur, nëse jam i përmbushur. Dhe nëse kjo pyetje është zakonisht jo, aty ka me shumë mundësi që dashuria të jetë një streh emocionale për të përmbushur ose për të ikur nga diçka që ne duam. Do thonë është personi, është lidhja. Është po, diçka nga ku ne duam të ikim. Dhe në adoleshencë këto janë shumë të zakonshme. Dhe pse ndodh që të bëhet ky dallim, se është më e vështirë për t'u dalluar, sepse siç e tham, kufijt personal nuk janë të qartë ende. Nevojat e dashurisë nuk janë ende të vetë artikuluara nga individi. Individi nuk është në fazë që mund ta njohë veten, kush janë nevojat e mia, çfarë kërkoj. Dhe shpeshherë kjo varësia emocionale në adoleshencë vishet me këtë petkun e pasionit, që është ky pasioni që unë dua shumë, unë do ta bëj. Po që realisht kjo është e rrezikshme dhe sidomos është e rrezikshme në aspektet kur sigurisht që ka edhe përjashtime, po që kur në çift adoleshentët ka një partner që është më i madh në moshë. Shpeshherë është mashkulli ai më i madh, por mund të jetë e kundërta dhe jo se kemi diçka me moshën ose larg aspektit ligjor, tani nuk jam duke hyrë aty, po thjesht është pushteti që ai si individ ka te personi dhe ndoshta është ai adhurimi që personi më i vogël në moshë ja bën e beson edhe është i gatshëm për t'u bindur edhe për t'u nënshtruar deri diku. Po që prapë është e rëndësishme se si mbështetja që ata kanë nga familja, nga rresi, për të dalluar momentin pastaj kur marrëdhënia është e shëndetshme apo jo. Dhe një marrëdhënie e shëndetshme mund të thoja sepse nuk ka formula eksakte, po është që një marrëdhënie dashurie nuk do të thotë që ti duhet ta humbësh veten në atë lidhje. Dashuria mund të zhvilloheni bashkë, mund të rriteni, po jo të humbësh nga vetja, jo të kesh kufij. Faktikisht të ruash identitetin tënd, të kesh identitetin tënd. Mos shkrihet gjithë. Dhe ne të gjithë jemi dëshmitar të shumë lidhjeve ku ndalohen të dala, ndalohen nuk do shoqërohesh me më këtë, ke orar, ato telefonatat, ku je, ku s'je, këto pastaj janë... Po, dhe zakonisht janë sinjale të një lidhje të dështuar, nëse të thoja. Po që në adoleshencë është shihet si pasion i madh. Po mund të japësh ndoshta një format pakës më të hollësishme tek kjo pjesë, nga që vetëm se përmendëm se shumica e lidhjeve të adoleshentëve fatkeqësisht përfundojnë në ndarje, ndoshta do të thoya fatkeqësisht, edhe pse tham që është një proces, është ndoshta një keqje e nevojshme, po si e përjetojnë trinjt këtë, ndikon tek lidhjet e tyre të më të tjeshme, kjo ndarje fillestare, tregon që duhet ndoshta më shumë pasion, duhet ndryshojnë diçka tek vetja e tyre, tregon që ndoshta dashuria është diçka e keqe që s'duhet ta provojnë, ose ndoshta që duhet
që dua më shumë në të ardhmen. Kjo pastaj varet, siç e përmendëm, varet nga gjithë këto strukturat e tjera, se si ato do e gjejnë mbështetjen, do e kenë, sepse siç e tham, ajo si proces, ajo është një proces që për adoleshentin është një tërmet emocional. Është një, domethënë, ai përballet me vuajt, përballet e para me refuzimin nga dikush tjetër. Dhe këtu flasim për zakonisht ai që lihet nga dikush tjetër, që unë ndihemi refuzuar, ndihemi, dhe nuk duhet të harrojmë, sepse që adoleshenti jo vetëm që e humb personin tjetër, po e humb edhe atë identitetin e ri që sa e kishte krijuar, është identitetin ku unë si i dashur, ose unë si e dashur, unë në një lidhje, dhe është gjithaj procesi i identitetit të ri, që duhet ta përvetsoj prap, sigurisht i shkakton dhe rindërton, i shkakton ankth, i shkakton stres, jo shpesh, jo rrallë dëgjojmë edhe këto që unë nuk do gjej tjetër si ai, unë nuk do lidhem si ai. Po zakonisht këto janë, për gjithë arsyet pse emocionet janë me intensitet shumë të lartë në atë moshë, dhe normalisht që të adoleshenti i përjeton me mënyrë shumë të fortë edhe të dhimbshme. Po që është, për mua është një fazë, jo për mua, domethënë jeta e ka treguar që është një fazë shumë e rëndësishme se si ai do zhvillohet në të ardhmen. Pastaj struktura që ai do ndjeki, se si ai do lidhet në vazhdim, ose sepse prandaj thash, aty kemi të bëjmë nëse ai do ndjeki gjithmonë këtë strukturë, apo do krijojë, dhe ka aspekte të ndryshme, domethënë këtu varet mbështetja, partneri tjetër që ka qenë, mënyra se si do të ka lidhje që përfundojnë deri diku me paqe, me mirëkuptim, ose me varet sa e madhe ka qenë lufta, varet sa e madh ka qenë idealizimi i partnerit, domethënë sa më shumë ta kesh idealizuar partnerin, aq më shumë, aq më e madhe do jetë dhimbja, në shumë faktor. Pastaj se si adoleshenti do vazhdojnë në të ardhmen, por që është një fazë që e kalojnë gjithë, është një fazë transformimi edhe rritjeje. Mendon që mund të ekzistojë një pjekuri emocionale tek lidhjet e adoleshentëve, ose janë gjithmonë të destinuara për të dështuar? E para, nëse nuk e lidh pjekurinë emocionale me dështimin, mund të ketë lidhje shumë njerëz shumë të pjekur emocionalisht dhe i japin fund lidhjeve. Nëse flasim për pjekuri emocionale, do të thoya besoj mund të ketë, mund të jetë e pranishme, po ndoshta është në fazat e para të ndërtimit të vetë. Dhe kur them që mundet, është sepse ne kemi idenë që pjekuria emocionale vjen me moshë. Por nuk është vetëm ky kriter, sigurisht eksperienca të ndihmon, por kur flasim për pjekuri emocionale, ne kemi të bëjmë me gjithë ato që folëm, është sa ne i njohim emocionet tona, sa ne dim t'i shprehim emocionet tona, sa ne i njohim kufin ton, që unë i kam shumë të rëndësishëm t'i përmend gjithmonë, kufint janë shumë të rëndësishëm, sa ne lejojmë nga tjetri, dhe sa po duhet njohim dhe kufint e tjetrit, sa ne, deri ku ne duhet shkojmë që mos e lëndojmë tjetrin, mos jemi abuzues, mos jetë adoleshenti vetë abuzues ndaj tjetrit, të marrë përgjegjësi mbi sjelljet e veta, dhe gjithashtu dhe merit për sjelljet e veta pozitive, dhe kjo është pjekuria emocionale. Dhe kur them që mund të ketë, sepse unë tani që i them, mendoj që edhe shumë të rritur nuk e kanë pjekurinë emocionale të mjaftueshme, dhe po që besoj se nëse adoleshenti është rritur në ambient që ne thamë që ka qenë pozitiv ndaj këtyre, mund t'i ketë të formuara këto aftësi, por që do jetë në hapat e para që në kalimin e kohës do zhvillohet edhe më shumë. Po që pjekuria emocionale nuk do të thotë vetëm ta vazhdoj atë lidhje. Pjekuria emocionale është të dish dhe t'i japësh fund në një moment kur e sheh që ti po humbet veten, ose kufit janë të kaluar. A është vuajtja gjithmonë diçka e shëndetshme kur vjen puna tek lidhjet e adoleshentëve, do të thonë mënyra se si ato përfundojnë, as sjell kjo me një lloj pjekurie emocionale? A është një fragment të thoya ndoshta i domosdoshëm për ta ditur edhe për të rritur njëkohësisht, për të pjekur emocionalisht, por për të pjekur më mirë ndoshta si person, për të respektuar më mirë kufit personale e gjitha? Ti deri diku e the përgjigjen e vuajtjes, sepse po, vuajtjes ne nuk mund t'i ikim. Jo vetëm në aspektin e dashurisë, po vuajtja është pjesë e njeriu, dhe ne si njerëz, edhe si fëmijë, na mësojnë si adoleshentë, si njerëz, ne kemi shumë frikë vuajtjen.
Do të thonë ne i trembemi vuajtjes, ne pimi ilaçe për mos vuajtur, ne shkojmë në varësi të ndryshme për të ikur vuajtjes, por nga ana tjetër ne nuk mund të ikim vuajtjes dhe vuajtja nuk është gjithmonë negative dhe nuk vjen gjithmonë për të na bërë keq. Vuajtja është e pashmangshme dhe ndonjëherë nuk është armiku i dashurisë, por është ai që e transformon njeriu dhe i mëson disa mekanizma të ri, ose ndoshta mund ta thuaj disa muskuj të ri shpirtit, pjesës emocionale të njeriu, se si ai do reagojë në të ardhmen pastaj. Sigurisht është ne të gjithë, edhe kur flasim me njerëz të afërt, të gjithë mundohen të na bëjnë mos vuajmë, por unë do thoja që është shumë e rëndësishme t'i japim vuajtjes kohë për ta njohur shkakun që pse na bëri të vuajmë dhe pastaj të mund të ringrihemi pas asaj. Dhe do thoya një vuajtja është një proces, siç e thash, transformimi, por ndoshta mund të jetë një moment i errët ku njeriu është si lulja kur mbillet, diku në fillim është pjesa e errët dhe pastaj po mbillet që për të lulëzuar pastaj. Dhe në adoleshencë vuajtja është e pashmangshme, por është e rëndësishme të dinë të kërkojnë ndihmë, të dinë të drejtohen, të kenë njerëz me të cilët mund të flasim, që kjo vuajtje pastaj të kthehet në diçka të dobishme, të funksionale në të ardhmen pastaj. Rregull, dhe një pyetje përmbyllëse, do të ishte kjo, çfarë do të thotë që të duash vërtet në moshën e adoleshencëve? Të duash vërtet, tani nëse ka një moshë, që unë mendoj që duhet vërtet, unë mendoj që është adoleshenca. Sepse emocionet janë më të, do thënë kur duhet me zemër, pa atë aspektin e trurit, ku emocionet janë ato që bërtasin, bizotrojnë edhe sepse ne kur rritemi, pastaj duam apo s'duam ta pranojmë, dashuria vishet edhe me një pjesë racionale, pastaj pjesa emocionale, do të thonë aty ku hyn truri pak më shumë dhe ajo jep pastaj një ftohtësi ku ne i mendojmë disa gjëra. Po, i mendojmë gjërat edhe pak më që jo domosdoshmërisht, kjo është pjekuria pastaj. Po që në adoleshencë unë mendoj që po, është të duhet vërtet, po që është shumë e rëndësishme të dihet mënyra se si, domethënë mos harrojnë që të duan veten në rast të parë, dhe të duash me gjithë qenien tënde pa e dëmtuar tjetrin, edhe pa i kaluar dhe ato limitet e tua. Rregull, Arbesha, ishte shumë kënaqësi që të dëgjoja duke folur për lidhjet adoleshentë. Besoj që edhe shumë adoleshentë tjerë do të përfitojnë nga gjithë formatat e bollshme që na dhe, dhe gjithashtu solle edhe shumë ndoshta emocione të papërpunuara të adoleshentëve këtu, në mënyrën se si ti shfaqe, në atë mënyrën shumë të bukur me fjalor të thellë psikologjik. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që të kishim këtu te podcasti jonë Moment. Faleminderit dhe ju, edhe për mua ishte shumë kënaqësi.